Bashkimi Evropian akordon grante me vlerë 1,2 milion euro për shoqërinë civile për të nxitur punësimin gjithëpërfshirës dhe zhvillimin e aftësive për grupet në nevojë në Shqipëri. Një nga 19 bashkitë përfituese të këtyre granteve është dhe Bashkia Korç. Gjatë vizitës së ambasadorit të Bashkimit Evropian në Korç, Silvio Gonzato, u zhvillua një takim me UNDP dhe përfituesit e programit. Ceremonia e mbajtur në Shkollën Teknike Profesionale tregon një angazhim të përbashkët për zhvillim ekonomik gjithëpërfshirës dhe akses të barabartë në punë të denjë për të gjithë shqiptarët. Me këto grante të financuara nga Bashkimi Evropian ne po kthejmë politikat në praktik, duke u ofruar mundësi reale njerëzve në rrezik përjashtimi për të gjetur punë dhe për të ndërtuar një jetë më të mirë. Kjo nismë është pjesë e një programi më të gjerë prej 70 milion eurosh të asistencës së Bashkimit Evropian për përfshirjen sociale në Shqipëri, duke mbështetur qeverinë për të çuar përpara reformat në sektorin social dhe për të përshtatur me kërkesat e antarësimit në Bashkimin Evropian. UNDP është krenare për partneritetin me Bashkimin Evropian në këtë ndërhyrje strategjike. Këto projekte do t'i fuqizojnë grupet vulnerabël me akses më të mirë në tregun e punës. Punësimi është një sfidë dhe patjetër që kjo sfidë bëhet akoma më e madhe në rast se ulemi dhe flasim për nivelin e kategorive më vulnerabël të shoqërisë, e kanë patur apo e kanë të vështirë që të marrin një uritë e dhura, që do t'ju mundësonin këtyre personave pastaj që të aksesonin tregun e punës. Prandaj gjykoj që projekti është shumë i rëndësishëm. Skema e granteve që koordinohet në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive në Shqipëri do të ofrojë shërbime sipas nevojave gjatë 16 muajve të ardhshëm, duke u fokusuar në 3 drejtime: këshillim intensiv për punësim, trajnim për aftësi bazë, punësim me mbështetje dhe zhvillimi i aftësive për personat me aftësi të kufizuara.